Për 1 minutë e 27 sekonda, kontrollorët e trafikut ajror të Filadelfias humbën kontaktin audio dhe në radar me një duzinë avionësh që transportonin më shumë se 2000 pasagjerë e që ishin në mbikëqyrjen e tyre në atë kohë, pa përmendur këtu të tjerët që po afroheshin dhe avionët privat. Një sasi e pafund me kohë, gjithashtu sepse nuk ishte asgjë për të bërë, përveç se të pritej që sistemet të riktheheshin në punë. Kur gjithçka u kthye në normalitet, në dhomën e kontrollit, ata arritën të merrnin frym. Avionët ishin ende në ajër. Këto janë disa nga detajet më të pabesueshme të problemit kompjuterik që ndodhi me 28 prill në Tracon, kontrolli i qasjes me radar në Filadelfia, qendra e kontrollit të zonës që menaxhon pjesë të konsiderueshme të trafikut ajror, gjë që çoi në ndalimin e lëvizjes në një nga aeroportet kryesore të New Yorkut për disa orë. Lajmi i zbuluar për herë të parë nga Bloomberg u konfirmua për korriere nga 2 persona të njohur me dinamikën, të cilët shtuan gjithashtu numrin e fluturimeve të përfshira nga ndërprerja e energjisë elektrike. Efektet mund të ndihen edhe sot. United Airlines, transportuesi më i madh amerikan, po anulon mesatarisht 35 fluturime në ditë, një në 10 fluturime të planifikuara, derisa gjërat të kthehen në normalitet. Edhe mund të duhet më shumë kohë pasi siç e ka sqaruar Administrata Federale e Aviacionit, ka mungesë personeli në qendrën e radarit. Disa nga kontrollorët e përfshirë kanë marrë një periudhë pushimi për të rikuperuar nga stresi i shkaktuar nga disa ndërprerje të fundit të energjisë elektrike. E gjitha filloi pak pas orës 13:30 sipas orës lokale, rreth 19:30 sipas orës shqiptare me 28 prill. Në atë moment kontrollorët në seksionin e Filadelfias të Tracon, të cilët po menaxhonin fluturimet me destinacion New Yorkun, siç është JetBlue 144 nga West Palm Beach, i operuar nga një Airbus A320, si dhe avionet e biznesit, shohin monitorët e tyre të fiken papritur. Ata u përpoqën të kontaktojnë pilotët me radio dhe kuptuan se as sistemi i komunikimit nuk funksiononte. Në atë pikë kjo ishte historia e treguar në biseda me kolegë të tjerë nga ata që ishin në dhomë në atë kohë, ku mund të dëgjojnë britma dhe fjalë të pista dhe gara fillon të paralajmëroj krahët e tjerë të qendrës së radarit në mënyrë që të ngadalësojnë trafikun, të devijojnë aeroplanët që vinë dhe të përpiqen të shmangin katastrofën në qiell. Afroni, a jeni aty? Mund të dëgjohet, të thot një pilot në audion e kapur nga faqja e internetit LiveVac, duke ju referuar kontrollorit në tokë i cili është përgjegjës për drejtimin e aeroplanëve për t'u afruar aeroportit. Ai provon 5 herë para se të marrë një përgjigje nga qendra e radarit. Sekonda më vonë, kulla e kontrollit në New York kontakton një pilot të United Airlines në fluturim. Do të zhvendos këtu sepse mora vesh se qendra ka humbur të gjithë radarët, i thot ai. 3 nga 4 ekranet e radarëve të tyre kanë dalë jashtë funksionit dhe nuk kanë frekuenca aktive, vazhdon më tutje. Një bisedë tjetër kap momentin e pasigurisë. Ka disa pajisje jashtë funksionit, nuk e di saktësisht se cilat, por kanë probleme me frekuencat, thot një kontrollor. Nuk ka asgjë tjetër për të bërë veç se të presim që teknikët të ndërhyjnë dhe ta rivendosin në punë sistemin, gjë që ndodh. Ndërprerja zgjat 87 sekonda. Disa probleme rreth orës 13:45 mbeten ende. Radari nuk funksionon, nuk e dim se ku ndodheni, u thot një kontrollor toksor pilotëve në një fluturim të United nga Charleston në New York, duke u kërkuar të shikonin përreth. Nga frika e ndërprerjeve të mëtejshme dhe për të shmangur aksidentet ajrore, në orën 13:53, Agjencia Federale e Aviacionit vendosi një ndalim toksor pikërisht në New York. Të gjithë avionët që drejtoheshin për në aeroportin e New Yorkut u bllokuan në aeroportet e tyre të nisjes. Paniku zgjati deri në orën 5 të pasdites. Ndërkohë ekzistonte nevoja për të zvendësuar 5 kontrollorët e trafikut ajror që ndaluan së punuari për shkak të traumës që pësuan. I vetmi aspekt pozitiv i kësaj historie, nëse mund ta quhesh kështu, ishte koha. Zbuloi një nga burimet, e gjitha ndodhin në një kohë kur vëllimet nuk janë në nivelet e tyre maksimale të ditës dhe distanca midis të rrymave të fluturimeve ishte zakonisht e madhe, shtoi ai. Infrastruktura kompjuterike e disa qendrave të kontrollit të radarëve në SBA është aq e vjetër sa nuk ka tepric. Nëse ndodh një ndërprerje e energjisë, asnjë ndërfaqe paralele nuk merr përstipër funksionimin, kështu që thjesht pritet që gjithçka të kthehet në punë. Kolegët në objektin e Filadelfias humbën përkohësisht radarin dhe komunikimet me avionin në kontrollin e tyre, të paaftë për të parë dëgjuar ose folur me ta, konfirmoi në një deklaratë shoqata kombëtare e kontrolluesve të trafikut ajror, gjë që e bën të qartë se nuk ishte ndërprerje e parë. Megjithatë, disa ekspertë theksojnë se këto janë probleme shumë të veçanta dhe potencialisht të rrezikshme. Sekretari i transportit i SBA-s, Sean Duffy, tha se komunikimet humbën për 30 sekonda dhe asnjë avion nuk ishte në rrezik, që atëherë ka pasur më shumë se 400 fluturime të anuluara dhe më shumë se 1500 fluturime të vonuara vetëm në New York, sipas platformës FlightAware. Ndërkohë, CEO i United Airlines, Scott Kirby, shkroi në një mesazh për klientët se për shumë vite kemi qenë
shumë të qartë dhe kemi përsëritur nevojën për të përmirësuar sistemin e kontrollit të trafikut ajror në New York, një sistem, shtoi ai, që në ditët e fundit në më shumë se një rast ka pasur probleme, ndërkohë Federata e Aviacionit Civil në Amerikë tha se po punon për të siguruar që pajisjet ekzistuese të telekomunikacionit të jenë më të besueshme në zonën e New Yorkut, dhe ai kujtoi se kur ka probleme me personelin ose pajisjet, Administrata Federale e Aviacionit do të sigurojë sigurinë, duke ngadalësuar shkallën e mbërritjeve në aeroport. Federata po ashtu nuk e përmendi mungesën e kontrollorëve të trafikut ajror. Vendet i mungojnë rreth 3000 kontrollorë të trafikut ajror për të arritur nivelin optimal dhe trajnimi të rinjve kërkon kohë. Jo vetëm kaq, Administrata Federale e Aviacionit është përballur me vështirësi gjatë disa dekadave të fundit me sistemet e vjetëruara të kontrollit të trafikut ajror, thuaj në një raport të Zyrës së Përgjegjshmërisë Qeveritare të dhjetorit të kaluar. Këto sisteme do të duhet të përballen me kërkesën e rritje pasi Federata e Aviacionit Civil parashikon një rritje mestatare vjetore të trafikut prej 6.2%. Sipas të SAS, afërsisht 2.5 milion njerëz fluturojnë për në SBA çdo ditë gjatë kësaj periudhe. Në regjistrimin e vitit 2023, Federata përcaktoi se nga 138 sisteme të kontrollit të trafikut ajror, 51 ishin të paqëndrueshme dhe 54 ishin potencialisht të paqëndrueshme. Duke lexuar listën, ka rreth 40 prej tyre të instaluara mbi 30 vite më parë dhe madje 6 mbi 60 vite më parë. Në Europë funksionon ndryshe. Sistemet e qendrave të kontrollit në Europë kanë të gjitha një rezervë, shpjegon një veteran me mbi 30 përvojë në aviacion. Sistemet e vjetëruara si ato të Federatës Amerikane të Aviacionit, shumë më të tejkaluara nga ato të Europës, mund të kenë keq funksionime të njëkohshme, vazhdon ai. Por eksperti thekson se shkaqe teknike duhen hetuar më tej dhe ai shton se sistemet më të përparuara gjithashtu në përdorim në Itali, që u lejojnë kontrollorëve të trafikut ajror të komunikojnë me pilotët përmes një sistemi komunikimi të dhënave, duhen updateuar edhe në Amerikë. Në këtë mënyrë nuk ka nevojë të kontaktoni pilotët me radio, nënvizon ai.